Përshëndetje miq të Radio Televizionit Shqiptar dhe mirë se vini në telerevistën sportive me mua Kevin Rapaj. Do t'jemi së bashku deri në orën 17 për t'u njohur me lajmet e fundit nga bota e sportit. Pa humbur kohë, nisim me lajmin e parë. E ndarë mes të mërkurës dhe të enjtes, java e 14 Abisnet Superiores është një pro force për ekipet që duhet gjejnë energjinë për të përballuar një javë me 3 ndeshje, duke llogaritur edhe fundjavën e ardhshme. Elbasani rrezikon më shumë në transfert në Durrës, ndërsa kryesuesit përballen me skuadrat e gjysmës së 2 të renditjes. Dhjetori ka nisur me mesjavën e futbollit për javën e 14 Abisnet Superiores që natyrisht do t'i vendos në sprov të gjitha skuadrat e kampionatit që zbresin në fushë 3 ditë nga era e fundit. Një javë që në fakt mund ta ndajë renditjen qartazi në 2 pjesë, duke qenë se kryesuesit përballen të gjithë me gjysmën e dytë me përjashtim të Elbasanit që rrezikon më shumë se të gjithë në Niko Tovana. Gvozdenovic për të kthehet fitoria pas 2 barazimesh radhazi, ndërsa Dobi kërkon të shfrytëzojë rastin për të ngushtuar distancën që e ndan nga Kreu aktualisht në 4 pikë. Mund të përfitojë Ignatia Vllaznia, me Rogozhinasit që vinë nga 2 fitore radhazi e luajnë në shtëpi me Flamurtarin, e me shkodranët që janë në një krizë që duhet ta kapërcejnë ndaj Vorës, me të cilën ka këmbyer fushën duke e pritur në Loroboriçi. Pavarësisht se pritet skuadra e Bellaj, nuk është indiferente ndaj këtyre përballjeve. Dinamo që pas 4 javësh pa fitore duhet të triumfojë në derbi për të mos lejuar distancimin tjetër nga Kreu. Tirana me një kalendar asfiksues rrezikon ta shoh veten të mbytur nëse Nuhiu dhe të tij nuk shkunden dhe të marrin fitoren e parë që mungon nga derbi me Partizanin në fazën e parë. E pikërisht të kuqt janë përballë një ndeshje që mund i largojë apo t'i përfshijë sërish në telashe. Kërnaja do të përballet me Bylis, që në fakt ja ka bërë gjithnjë të vështirë jetën kryeqytetasve, por fitoria do ta projektonte Partizanit drejt zonave të qeta, ndoshta edhe asaj Final Four që tekniku vazhdon ta përmend. Jo sa shpreson të kundërtën, sepse me ekipe të ndara nga një pikë, suksesi në arenën e Demave do t'i jepte mundësinë e parakalimit mallakastriotëve. Sidoqoftë, java e 14 ndarë mes mërkurës së enjtes është një provë force për ekipet që duhet gjejnë energjitë për të përballuar një javë me 3 ndeshje, duke llogaritur edhe fundjavën e ardhshme. Dinamo Tirana do të jetë një derbi krize, pasi secila prej skuadrave po përjeton momente negative, pa fitore, pak pikë dhe vetëm 1 gol të shënuar në 4 javë. Por për gjitha këto arsye pritet të jetë edhe një derbi i luftuar, pasi vetëm fitoria bën punë dhe vetëm atë do të kërkojë secila prej tyre në Air Albania. Derbi i kryeqytetit Dinamo Tirana për javën e 14 Abisnet Superiore do të vërë përballë të mërkurën në orën 19:30 2 skuadra që po kalojnë momente krize, secila në mënyrën e vet. Ndërsa për Bardhë e Blut fjala krizë është më e mira e mundshme për të shpjeguar atë që po kalon skuadra, ajo i përshtatet më së miri edhe rezultateve të Dinamos në javën e fundit. Blut kanë vetëm një humbje në 4 ndeshjet e fundit, edhe ajo kundër Vllaznisë në Shkodër 1-0, plotësisht e pranueshme nga ana sportive. Por fitoria e fundit e skuadrës së Ilir Dajës është arritur në 29 tetor kundër Partizanit, dhe që atëherë ka një humbje dhe 3 barazime. Në këto 4 ndeshje ka shënuar vetëm 1 gol me penallti në barazimin 1-1 kundër Elbasanit. Pasoj ka humbur terren dhe ka përsyrë në renditje nga Teuta, duke qenë për momentin jashtë katëshes së parë. Sigurisht një pikë diferencë me Dursakët nuk është shqetësuese, por trendi i rezultateve të Dinamos po. 3 pikë dhe vetëm 1 gol në 4 ndeshje nuk janë shifra pretendentësh. Dhe të mërkurën në mbrëmje përballë do të jetë Tirana, vërtet e fundit por tashmë gatshëm për gjithçka, për shkak të situatës katastrofike në renditje. Tirana po i largohet për herën tepër zonës së shpëtimit, tashmë 6 pikë larg vendit të 8 që mbahet nga Bylis dhe 7 pikë larg vendit të 7 që e mban në superiore. Edhe golaverazhi i Tiranës është katastrofik, me 21 gola të pësuar, se s'kush tjetër, ndërkohë që vuan edhe në shënimin e golave, vetëm janë në 4 javë, aq sa Dinamo. Por ndryshe nga Tirana, Blut plusojnë pak, vetëm 6 gola, shkakton dozën e vështirësisë për skuadrën e Ardian Uhiut. Por gjitha këto arsye, derbi kryeqytet në Air Albania është një derbi krize, por do të jetë edhe një derbi luftarak, pasi veç fitore i bën punë secilës dhe vetëm para atë do të luftojnë. Dinamo do të përballet me Tiranën në Air Albania në derbin e kryeqytetit. Bardhë e Blut nuk po kalojnë moment të mirë në kampionat, por kanë në krahun e tyre historinë pasi kanë fituar më shumë ndeshje në përballje direkte.
Në pozita të kundërta në klasifikim, por plot histori mbi vete, Dinamo dhe Tirana do të luajnë të mërkurën derbin e 153 në kampionat mes tyre. Një ndeshje që historiku favorizon miqt me 65 fitore kundrejt 51 të bluve, e natyrisht edhe golat janë në favor të bardhebluve. Vendecia nga ana e saj ka dominuar më tepër në ndeshjet e kupës, ku në 31 sfida direkte ka në favor 16. Si dy nga skuadrat me më shumë trofe në vend, interesi i lojtarëve për të veshur fanelat e dy ekipeve ka qenë i lartë. Nertil Feraj është futbollisti që ka mbajtur më shumë të veshur fanelën e të dy ekipeve, ndërsa nuk mungojnë lojtarët e tjerë që kanë lënë gjurmë në futbollin shqiptar. Feraj është edhe futbollisti Dinamos që ka luajtur më shumë kundër Tiranës me fanelën e nëndecës, e bashkë me Igli Almulçën, i janë vënë 13 herë përballë bardhebluve në ndeshjet e kampionatit. Në krahun tjetër është Elvis Sina që me 15 paraqitje nga sezonit 2002 deri në 2011, mba rekordin e ndeshjeve kundër Dinamos. Edhe Elis Bakaj është njëri nga lojtarët që kanë mbajtur të veshur fanelën e të dy ekipeve, ndërsa i kanë mjaftuar 2 sezonet e blut për të shënuar më shumë gola kundër Tiranës. Në kampi kundërshtar është Hamdi Sali, i cili shënoi të njëjtin numër golash kundër Dinamos në një sezon të vetëm, duke u pasuar nga Muzaka e të tjerë. Këto janë vetëm disa nga shifrat që i përkasin historisë, ndërsa derbi i radhës pritet të shtojë një tjetër gur të çmuar në palmaresin e artë të futbollit në vend. Elbasani dhe Teuta përballen në javën e 14 a Abisnet Superiores me vetëm 4 pikë që i ndajnë renditje dhe me objektiva të qarta për të fituar terren. Teuta vjen me moral të lartë pas fitores ndaj Vllaznisë, ndërsa Elbasani kërkon të rikthejë qartësinë dhe efektivitetin e munguar në javët e fundit. Historiku i përballjeve i favorizon verdeblut, të cilët kanë treguar superioritet mbrojtës duke pësuar vetëm 1 gol në 6 ndeshjet e fundit kundër Dursakëve. Java e 14 a Abisnet Superiore sjell një përballje të fortë mes dy prej skuadrave më në formë të momentit. Elbasani bashkëkryesues me Ignatin viziton Teutën në vendit të 4, me vetëm 4 pikë diferencë mes tyre. Një fitore e Dursakëve do të ngushtonte ndjeshëm e ndekun, ndërsa një sukses i verdebluve do t'i lejonte atyre të shkëputeshin dukshëm në krye. Teuta vjen pas një momenti pozitiv, me një fitore të rëndësishme në transfer ndaj Vllaznisë, rezultat që konfirmon rritjen e skuadrës së Dobit, e cila ende nuk ka shfaqur plotësisht potencialin e një pretendente të vërtetë. Në krahun tjetër, Elbasani nuk ka arritur të kapitalizojë disa prej mundësive të fundit, as për të shkëputur në krye, as për të shfrytëzuar maksimalisht faktorin fushë, pavarësisht cilësive që skuadra zotron. Mungesat mund të kenë ndikimin e tyre në formacionet përkatëse, por asnjëra palë nuk mund të kërkojë alibi. Një kampionat i gjatë kërkon llogari edhe me kushte të tilla. Gomez dhe Fadajro janë mungesat të sigurta për ekipin e Enkelej Dobi, ndërsa Gvozdenovic duhet të bëjë pa mbrojtësin Bledar Lila dhe Mesfushorin Kasa. Në letër Elbasani gëzon avantazh sa i përket përballjeve direkte në 2 sezonet e fundit, duke hyrë në këtë ndeshje me kapital psikologjik më të madh. Në 5 përballjet e deri tanishme mes tyre në Abisnet Superiore, Elbasani ka arritur të marrë 2 fitore dhe 3 barazime, një bilanc që vendos skuadrën verdeblu në avantazh si në aspektin e rezultateve, ashtu edhe në atë psikologjik. Vlen të theksohet se të 3 barazimet janë mbyllur me të njëjtat rezultate, 0-0, duke konfirmuar aftësinë e elbasanësve për të administruar dhe për të mbajtur të paprekur portën përballë Dursakëve. Jo më pak i rëndësishëm është edhe presidenti i Kupës së Shqipërisë sezonin e kaluar, kur Elbasani eliminoi Teutën në Durrës me fitoren 0-2 në kohën shtesë, pasi 90 minutat kishin përfunduar pa gola. E tjetër statistik do me thënë se vjen nga fakti se Elbasani ka pësuar vetëm 1 gol në 6 ndeshjet e fundit ndaj Teutës. Ai gol u pësua në fitoren 3-1 të verdebluve, në një realizim që vlen vetëm për statistika. Kjo tregon qartë se Dursakët kanë hasur vështirësi të dukshme për të depërtuar në mbrojtjen e fortë të Elbasanit, pavarësisht formës sezonale. Dueli kësaj jave do të thotë shumë për vazhdimsinë e skuadrave. Elbasani u thon drejt Durrësit për përballjen me Teutën. Verdeblu do të kërkojnë fitoren pas barazimeve në 2 ndeshjet e fundit, por përballë do të kenë Teutën, një kundërshtar i vështirë, sidomos kur luan në fushën e vet. Trajneri i Elbasanit Ivan Gvozdenovic kërkon fitoren në këtë përballje. Në transfertën e vështirë ndaj Teutës, trajneri i Elbasanit Ivan Gvozdenovic pranon se skuadra e tij është gati dhe do të kërkojnë 3 pikët. Jemi gati, përgatitur normal, do luftojmë për maksimum. Kemi një skuadra edhe një kundërshtar shumë e fortë, edhe një kundërshtar me formë 2 java fundit, është Teuta. Por prapë çdo javë është interesant, çdo javë është fortë, do provojmë do bëjmë maksimumi edhe do bëjmë një rezultat pozitiv për ne.
Elbasani vjen në përballjen me Teutën pas 2 barazimeve radhazi. E Gvozdenovic thekson se këto rezultate nuk e kanë stepur skuadrën e tij. Ne jemi Elbasani dhe patjetër neve kërkon gjithmonë do fitojmë në ndeshje. Por ishim 2 në ndeshje fundit, ishim përballë Dinamos, jashtë, një skuadër shumë e mirë, shumë e fortë, edhe pastaj ishim brenda kundër Partizani, prap një derbi dhe një ndeshje fortë. Por çdo pikë ka vlerë edhe nuk më të them ne jemi kënaqur me një barazim, por si shkon në ndeshje, pastaj ne jemi pranuar rezultati edhe kjo është situata. Trajneri pranon se te Elbasani ka presion për të fituar trofet. Çdo vit Elbasani ka një objektiv i madh. Do provojmë të ruajmë Europa dhe do rim me larg. Presion kemi, patjetër stafi lojtarët, por edhe këto vit ne jemi pak me pjekur edhe neve di si do mbajmë presionin. Ndeshja Teuta Elbasani luhet të mërkurën në orën 16:30 në stadiumin Niko Dovana. Partizani dhe Bylis do të ndeshen të mërkurën në orën 16:30 në arenën e Demave me synimin për t'u larguar njëri tjetrit dhe zonës së ftohtë. Bylis mund të kënaqet edhe me 1 pikë të vetme duke parë momentin pozitiv të kuqve në drejtimin e Oltion Kërnajës. Partizani ka arritur 2 barazime në 2 javë të fundit kampionatit, kundër 2 skuadrave të Kreu të Renditjes, Vllaznis dhe Elbasanit, me këtë të fundit të transfer, por tani ka ardhur koha për fitore. Të kujt presin Bylisin për javën e 14 dhe 3 pikët janë detyrim për të shkëputur në renditje pikërisht nga ballshotët e për të kapërcyer Vorën, e cila luan me Vllaznin në Shkodër. Partizani ka 14 pikë në vendin e 7, Bylis ka 13 pikë në vendin e 8. Të kujt janë 4 rezultate pozitive e radhës sipas humbjes me Dinamo në 29 tetor. Fitore kanë vetëm 1 me Teutën në Durrës dhe 3 barazime, por 2 prej tyre janë të lartë përmendurat kundër Elbasanit dhe Vllaznis, ndërkohë që nuk shkojmë më larg se 0-0 kundër Vorës në arenën e Demave. Bylis pati 2 fitore radhësi kundër Tiranës e Vorës, që e ngritën në renditje, por më pas vijuan 2 humbje, dhe në fund barazimi pa gola kundër Dinamos. Fitoria do të kishte vlerë të mëdha për secilën prej skuadrave, por sigurisht ballshotët mund të kënaqen më tepër se të kujt me barazimin, jo vetëm për shkak se luajnë në arenën e Demave, por edhe sepse Partizani është skuadër në rritje të vazhdueshme në drejtimin e Oltion Kërnajës, me lojë dhe pikë, çka ka sjellë edhe ndërrimin e vendeve në renditje. Këtë mesjavë do të luhet java e 14 e kategorisë së parë, ku si zakonisht 2 sfidat më interesante do të transmetohen ekskluzivisht në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Emocionet e përballjes Laçi-Pogradeci do të keni mundësi të përjetoni në kanalin e RTS Sport, ndërkohë ndeshja Apolonia-Besa do të vijë për të gjithë futboldashësit në RTS 2. Sezoni 2025-2026 në kategorinë e parë po rezulton impresionues duke prodhuar pafund rivalitet dhe emocione të mëdha. Ritmi është vërtet asfiksues teksa kalendari po e bën edhe më spektakolar garën mes ekipeve që i kanë dhënë tonin futbollit shqiptar. Java e 14 ka në program duele direkte me skuadrave që synojnë të njëjë mes 6 ekipeve që do tentojnë gjitjen në elitë. Natyrisht vëmendja më e madhe do të fokusohet tek dueli si do transmetohet këtë të mërkurë në kanalin RTS Sport në orën 13:30 mes Laçit dhe Pogradecit. Kurpinasit e vendit të dytë me vetëm 1 pikë më shumë se liçenor do kërkojnë lakmarrjen për disfatë minimale të fazës së parë. Në krahun tjetër tekniku Emiliano Çela është koshient se këto përballje vlen më shumë se 3 pikë, pasi të gatshëm për të përfituar janë disa rival me ambicie. Një 90 minutash po kaq interesant është dhe sfida që do të luhet në stadiumin Loni Papuçiu mes Apolonisë dhe Besës. Të dy ekipet vijnë me moralin e lartë pas sukseseve në fundjavë dhe do të bëjnë gjithçka për të ngjitur shkallët e renditjes. Në fushë do të jenë përballë në njërin anë freskia fizike e talenteve fjerak dhe në spondën tjetër eksperjenca e kavajasve, një prej ekipeve më kompetitive në kategorinë e parë. Në duelet e tjera për llogaritë të javës së 14 spika sfida që do të luhet në fushë kruj mes Ilirizë dhe Skënderbeut kryesues. Lushtja nga ana e saj do kërkojë të rikthehet tek suksesi kundër Kuksit, Borreli sfidon luftëtarin ndërsa Korabi mat forcat me Kastriotin. Presidenti i FSHF-s Armand Duka ka inspektuar nga afër punimet në stadiumin e Vorës së bashku me kryetarin e bashkisë Blerim Shera. Ajo që dikur dukej si një ëndër, sot po bëhet realitet, ka shprehur numri 1 i shtëpisë së futbollit Duka në një prononcim për mediat.
Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka së bashku me kryetarin e Bashkisë Vorë Blerim Shera inspektuan nga afër ecurinë e punimeve në stadiumin e Vorës, ku po ndërtohet tribuna e re qendrore dhe po kryen ndryrje të rëndësishme infrastrukturore. Gjatë vizitës, presidenti Duka u shpreh kënaqur me ritmet e punimeve dhe theksoi rëndësinë e këtij investimi të përbashkët mes FSHF-s dhe Bashkisë Vorë. Ky projekt në fakt që në fillim duket që ishte një projekt shumë i mirë, është një projekt i cili nuk ka filluar sot, ka filluar me kohë që me fushën që kemi investuar bashkë me Bashkinë e Vorës, me 2 tribunat e tjera, por realisht kjo tribuna e sotme dhe me gjitha ambientet që duhen për një stadium të tillë është vërtet fantastike. Duhet ta falenderoj kryetarin për bashkëpunimin, gjithashtu edhe klubin apo edhe presidentin e klubit të Vorës që realisht kanë qenë iniciatorë dhe na kanë shtyrë neve më shumë për të bashkuar në këtë investim në këtë projekt. Dhe ajo që i thash kryetarit është që realisht më duket si një ëndër, një stadium i tillë në Vorë. Dikur base nuk është menduar, por sot është realitet dhe nuk është vetëm ky. Ne kemi bërë dhe një projekt tjetër. Kemi realizuar një fushë stërvitje në Vorë, do kemi dhe projekte tjera për t'i shërbyer sa më shumë, se sot Vora është një realitet ndryshe në fakt. Është një realitet me shumë banor, me shumë fëmijë që ne duhet t'i krijojmë kushte sa më të mira, të edukuar dhe për të luajtur futboll. Shumë i lumtur që sot e shoh drejt përfundimit dhe uroj që të paktën në fillimin e vitit 2026 të shohim ndeshje futbollit kategorisë A Biznet superiore këtu në stadium. Punimet në stadiumin e Vorës po vijojnë me ritme të larta. Investimi parashikon ndërtimin e tribunës së re qendrore, rikonstruksionin e dhomave të zhveshjes, ambienteve për stafe teknike dhe hapësirave të tjera funksionale, duke garantuar standarde bashkëkohore dhe kushte moderne për zhvillimin e futbollit. Futbollistët e kombëtarës shqiptare, fal paraqitjeve pozitive, po marrin gjithnjë më shumë vëmendje në kampionatet ku aktivizohen. Portieri kuqezit Tomas Trakosha, pasi rezultoi vendimtar për AEK-un me pritjen e penalltisë ndaj Panathinaikos, ka marrë lëvdata nga presidenti i klubit grek në dhomat e zhveshjes. Ndërkohë Arbër Hoxha u dëmtua duke dalë nga fusha me barel në takimin që Dinamo e Zagrebit fitoi në transfert kundër Goricës. Viti 2025 po mbyllet në mënyrën më signifikative për legionarët kuqezi. Tomas Trakosha, fal paraqitjeve fantastike, është kthyer në një lidhje tek skuadra e AEK-ut në kampionatin grek të futbollit. Gardiani 30 vjeçar mori petkun e heroi duke ndihmuar të tjerë në fitoren kundër Panathinaikosit në transfert. Penaltia e pritur nga portieri shqiptar ndihmoi skuadrën e Marko Nikolić të ngjitet në vendin e tretë të tabelën e klasifikimit. Suksesi 3-2 në transfert ka gëzuar pa mas presidentin e AEK-ut Mario Iliopoulos, që pas fitës ka përgëzuar futbollistët e tij. Në videon e publikuar nga klubi helen shikohet që Iliopoulos përqafon Tomas Trakoshën dhe më tej komplimenton të gjithë skuadrën. Duhet të vazhdojmë kështu edhe në Europë. Na nevojitet kjo fitore. Ju e meritoni, trajneri e meriton, të gjithë e meritojmë këtë sukses. Nga Kroacia vin lajme as pak të mira për Arbër Hoxhën. Ansori që luan për ngjyrat e Dinamo Zagrebit u dëmtuan në takimi kundër Goricës duke dalë nga fusha e lojës me barrel në minutën e 88. 27 vjeçari pësoi ndërhyrje të ashpër nga Bakić, i cili u ndëshkua me karton të verdh. Ndonse nuk ka një reagim zyrtar nga klubi Dinamo Zagrebit, mediat kroate shkruajnë se Arbër Hoxha do të rikthehet shumë shpejt në drejtimin e trajnerit Kovačević, që me fitoren ndaj Goricës është ngjitur në krye të klasifikimit. Amir Rahmani ka qenë ndër më të mirët në fitoren përballë Romës që e ngjiti Napoli në vend të dytë. Tashmë pas 13 javësh kampionat bëhet një bilanc për ecurinë e skuadrës me dhe pa mbrojtësin Dardan, i cili edhe pse nuk pushton mediat, është lideri i heshtur i Napolit. Napoli me fitoren ndaj Romës jo vetëm e zbriti këtë të fundit nga kreu, por u ngjit në vend të dytë me pikë të barabarta me Milan, që kryeson me 28 pikë pas 13 javësh në Serie A. Napoli ka patur këtë sezon ulje ngritje në rezultate si në Europë ashtu dhe në Itali. Dikush e lidh me lodhjen që është më e madhe këtë sezon krahasuar me vjet që luante vetëm në kampionat. Dikush mendon se mosha e disa lojtarëve po reflekton në lojë rezultat, por nga analizat së fundmit të ndeshjeve me dhe pa Amir Rahmanin ka një tregues që madje mund të cilësohet dhe faktor. Në 10 ndeshje që Rahmani ka munguar, Napoli ka pësuar 17 gola, ndërsa në 8 ndeshje që ka luajtur, Napoli ka marrë vetëm 3.
Me të në krah, dikur shkëlqyen Koulibaly dhe Kim, të cilët më pas u shitën dhe në skuadrat ku shkuan nuk performuan njësoj. Me Ramani në mbrojtje, Napoli ka fituar 2 tituj në 3 vitet e fundit. Për trajnerët që ka patur Gattuso, Spalletti, Garcia dhe Conte, ai ka qenë i pazëvendësueshëm. Me të në fushë të gjithë janë më të sigurt, ndërsa kur ishin së bashku Beukema dhe Buongiorno, skuadra dukej pa busull. Edhe Juan Jesus me të në krah është kthyer në një mbrojtës më të besueshëm. Ndaj Romës Ramani ishte ndër më të mirët, udhëhoqi linjën e mbrojtjes me siguri, duke lexuar dhe kuptuar të gjitha manovrat verde kuqe. Fitoi duelin e parë me Ferguson në fillim, ashtu si dhe në minutën e 30, nga një ndërhyrje e tij nisi aksioni golit. Në pjesën e dytë mbylli gjithçka me qetësi në zonë dhe ndërhyrjet e tij në total arritën në kuotën 10. 2 prej tyre ishin interceptime të pastra ku zotroi më pas topin. 100% duele ajrore të fituara, ishte gjithmonë në pozicionin e dur, u shfaq si një mur, por dhe lider dhe pse në heshtje. Shpesh i harruar nga media, por Amir Ramani është një ndër lojtarët më të mirë të Napolit. Në Serie A ka një betejë që mungonte prej vitesh në pjesën e sipërme të tabelës. Janë të paktën 7 skuadra pretendente për titull pas javës së 13. E veçanta është që mes të mëdhave si Milan, Inter dhe Napoli që kërkon të mbrojë titullin, është Como që ka surprizuar jo pak me lojën e luajtur. Tremdhjetë ndeshje, 7 skuadra dhe 5 pikë. Një kampionat pa padron në krye dhe me 2 skuadra që janë futur në këtë garë në mënyrë krejt surprizë, Bologna e Como. Vërtet që ka një ekuilibër në këtë pikë, por nëse shohim lojën e Chelsea-Arsenal dhe e krahasojmë me Roma-Napoli apo me derbin e javës së kaluar në Milano, diferencat në fushën e blerët janë të mëdha. Mungon intensiteti dhe zgjidhjet e shpeshta në sulm dhe gjithsej shtohet dhe gjykimi që ndërpret shpesh lojën. Luhet në një mbrojtje 1-1 në gjithë fushën, si në Roma-Napoli, ose skuadra që mbrohet e pret në mesfushë në blok siç luan Milan. Rreshtimi në mbrojtje përpothuese gjithë skuadrat është me 3 lojtarë me rreshtimin 3-5-2, ndërsa ata që luajnë me 4 në mbrojtje tentojnë 4-2-3-1. Në sulm luhet thjesht topa nga mbrojtja përpara ose nëse ka një mbrojtje në blok, qarkullim topit derisa të krijohet hapësira. Vitin e kaluar diferencën e bënte Inzaghi, i cili spostonte shumë forca përpara dhe sulmonte zonën duke thyer çdo mbrojtje që tentonte të mbronte individualisht. Kush mbronte me rreshtim zonë e pësonte me shpejtësinë dhe spostimet e lojtarëve përpara. Inter nuk është më aq agresiv dhe vertikal si më parë. Është Milan që po zhvillon ndoshta një sulm efikas, teksa Modric shkon në sulm i ndihmuar nga Pavlovic dhe Tomori. Gabia del më përpara dhe një mesfushor tjetër zbret për t'i lënë vendin. Prandaj ndodh që Tomori jep krosimin fitues për Leaon. Kush ka surprizuar më shumë ka qenë Como e Fabregas, që është vetëm 4 pikë nga kryesimi, një futboll shumë teknik, me lojtarë të talentuar, duke përfshirë dhe mbrojtësit, lojtar krahut të Mirfield, mesfush që qarkullon me në krye gjeniun Niko Paz. Ka kombinime në mesfush që furnizon mirë si lojtarët e krahut, ashtu dhe sulmuesin e qendrës. Como mund të cilësohet si një farë e futbollit ndërkombëtar e mbjell në fushat e Serie A. Kupa e Gjermanisë rinis me 1/8 e finaleve dhe ditën e sotme spikat ndeshja midis Borussia Dortmund dhe Bayer Leverkusen. Të dyja luajtën të shtunën e kaluar në kampionat ku Dortmund fitoi 2-1. Bayern Munichut kthehet në Berlin kundër Unionit, ku në nëntor pësoi frenimin e parë të sezonit në barazimin 2-2. Kupa e Gjermanisë rikthehet të martën dhe të mërkurën me ndeshjet e raundit të 1/8 të finaleve, ku spikat përballën midis Borussia Dortmund dhe Bayer Leverkusen, vendet 3 dhe 4 në kampionat, me vetëm 2 pikë diferencë. Të dyja luajtën 3 ditë më parë për javën e 12 të Bundesligës në Bayer Arena të Leverkusenit, ku Borussia dol fituese 2-1. Bayer do të kërkojë revansh në Signal Iduna Park të Dortmundit sot mbrëmje në orën 21. Në të njëjtën orë luan djegësi më i afërt i Bayernit në kampionat, Leipzig, kundër Magdeburgut, skuadra që mban vendin e fundit në ligën e dytë. Një gjë e tillë i jep mundësi skuadrës pritëse të urojë titullarët për ndeshjet e Bundesligës. Më herët në orën 18:00 dalë në fushë Borussia Mönchengladbach i ngjallur kundër St. Paulit, si dhe çifti i ligës së dytë Hertha Berlin Kaiserslautern, një përsëritje e çerkfinales së vitit kaluar, fituar 3-1 nga miqt. Të mërkurën fituesi në fuqi i kupës Stuttgart luan në fushën e Bohumit të ligës së dytë. Në mbrëmje Bayern Munichut viziton Union Berlin, më pak se një muaj pas ndeshjes së Bundesligës, e cila shënoi frenimin e parë të bavarezëve në këtë sezon. Bayern arriti të merrte vetëm një pikë fal barazimit 2-2 të vendosur nga Harry Kane në kohën shtesë. Po në mbrëmje do të jetë derbi i veriut midis Hamburgut dhe Holstein Kiel të ligës së dytë. Takimi i fundit midis tyre në Volksparkstadion të Hamburgut për Bundesliga 2 është mbyllur me fitoren e Holstein 1-0.
Kemi ardhur në fund, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga Telerevista Sportive dhe Departamenti i Sportit për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe shihemi sërish nesër.